Informohuni me Zhurma TV. Bëni subscribe për më shumë video. Studiuesi i njohur, i cili është ish bashkëshorti i Moza Ahmetit. Shkrimtarja dhe poetja Mimoza Ahmeti është të kthyer në një fenomen me pjesëmarrjen e saj në ferm. Rrjetet sociale janë mbushur me batuta dhe momente pikante të Mozës në ferm, edhe pse ndodhet ende në ditën e dytë të qëndrimit. Por ndonë se të gjithë e njohin këtë anë karizmatike të shkrimtares, shumë pak dim për jetën e saj private. Mimoza Ahmeti është nënë e 2 vajzave, ndërsa ish bashkëshorti i saj është studiuesi i njohur Aurel Plasari. Bashkëshorti im thoshte gjithnjë i shkreti. Gjallë është, por më duket sikur Mozës mos i flisni pas orës 12 se nuk di çfarë thot. Shprehet shkrimtarja duke shkaktuar të qeshura mes fermerëve. Ishte pikërisht ky momenti kur e foli për ish bashkëshortin e saj.